pathetic. I don't know why he hasn't stabbed you yet. You really know how to bungle things, don't you, pal? Zardon, Tarb. Way to go, lover boy! Didn't anyone ever tell you you're not supposed to fall in love with the enemy when you're trying to destroy them? I didn't count on this before my very first kiss. This isn't the path we choose, but there's so much we could lose. So team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us. But it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us. But it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Sa e çuditshme, isha gati të betohesha që Marko më tha të takoheshim këtu. Dua të tregoj diçka të vogël. Dhe nuk duaj që të më humbasësh më përsëri. Por edhe nëse ndodh, do di se si të gjej. Do të gjej nga Zilja. Oh, Mark, sa I ke shije. Sigur ta dia se çfarë. Hey! Çfarë bën ti aty? Jam në sulm që ka një brendësi. Tani përgatitu për një. Oh! A mund të të ndihmoj? Vetëm rri aty ku je, mos lëviz. Më duket se duhet të kesh një njoll limoni në kokë. E nga ta di unë se ku janë pjatat e kekut. Shko pyet Wesley, unë po pi çajin tim. Wesley! Po pikturon një tort të re? Po mundohem, por sikur nuk po më del mirë. Duhet të jetë një tort ditëlindje, por... Sa gjë e bukur! Kush e ka ditëlindjen? Askush. Thjesht jam duke e vizatuar. Oh, ide shumë e mirë. Hey, digjë ku janë pjatat e kekut? Wesley? Po, çfarë është? Wesley, gjithçka në rregull? Jam shumë mirë. Çfarë të duhet? Po, puna është se Korina theu një pjatë keku dhe prandaj unë nuk kam thyer asgjë, e theu Kiki. Ento çfarë? Entomologji, shkenca që studion insektet. Më konkretisht unë studioj fluturat. Oh, po, ti di gjithçka për këto gjëra, a? Tani po e lëshon? Thjesht po mbledh të dhëna popullimi për speciet vendase. Kjo ishte vetëm një Danaus plexicus, një flutur sovrane. Fillimisht mendoja se ishte vetëm një specie rrallë, që do të tregonte një ndryshim të papritur në paradigmën rajonale. Më fal, ndonjëherë harroj që jo të gjitha kuptojnë gjuhën e fluturave. Kam 4 vjet që punoj me tezën time. Kam harruar fare si bëhen bisedat normale. Gjë që është e mrekullueshme për të njohur njerëz. S'ka gjë, po të ndiqja, po flisje për fluturat apo jo? Ato janë reduktuar në numër. Vërtet? Po përse kështu? Mund të jetë nga disa faktorë mjedisor, ndotja e ajrit, shkatërimi I mjedisit ku jetojnë. Këtë po mundohem të zbuloj në tezën time. Wow, duken si gjëra shumë të ndërlikuara këto. Po, por mua më pëlqejnë shumë fluturat. Më pëlqejnë vërtet. Dua të them, janë kaq të mrekullueshme. E di, janë të lira. Mund të fluturojnë ku të duan. Duket se kam humbur mjaft kohë këtu. Duhet të kthehem në laborator dhe të më shtjell disa larva, por ishte një kënaqësi e vërtet që të njoha. Edhe për mua ishte. Mos ke nevojë të të shoqëroj deri diku? Faleminderit, por s'ka gjë. Unë quhem Chris me qira fjala. Unë quhem Zoe me qira fjala. Ndoshta takohemi ndonjëherë tjetër. Edhe unë gjatë gjithë kësaj kohe kam menduar se isha ëmbëlsirë. Shpirti I saj që nga shumë I fuqishëm. Mund të jetë shumë I dobishëm për ne. Shkojmë të shkolim me një herë atëherë. Jo,
Nuk duhet i nxitojmë këto gjëra. Por Sardon. Unë ndjej një lidhje me vajzat miau. Ha? Nëse zgjedhim kohën e përshtatshme, mund ta përdorim atë për të shkatëruar ato vajzat nga tregstare. Ja dhe porosia ju e saktë, knaqët tani? Faleminderit. Seriozisht? Sa çuditshme kjo. Nuk është në natyrën e tij, sepse Wesley zakonisht është në humor të mirë. Unë mundova ta pyes për këtë, po ai nuk përgjigjet. Është shumë i përqendruar pas asaj tortës së ditëlindjes. Ndoshta është një tortë speciale ditëlindjeje që po e bën për ndonjë të dashur sekrete dhe ajo as nuk e di fare. Mos u bëje marr, ai s'ka të dashur. Se nuk më bezoni vajza. Unë nuk trilloj kur histori. Po, trillon. Ndoshta ndonjëherë në të rrallë. Data e nesërme është e rrethuar me të kuqe në kalendar. Ndoshta kjo ka lidhje me tortën. Ka mundësi. Ditëlindja e kujt është? Tavolina 2 do t'ja porosin. Me njërë po nxitoj, nuk është se po rinim këtu dhe po bënim thashe E theme. di, duke folur për jetët e të tjerëve do të mbeteni pa jetë për vete. Është shumë e mirë. Si është puna, Dren? Çfarë ke atë fytyrë të trishtuar? Po mendon për atë toksoren tënde bukuroshe? Herën e fundit më tha se do t'i zgjidhin gjërat. Dhe gjithsesi mua më duke sigur je kthyer pa zgjedhur asgjë. Si është puna? Pse kjo bën se madhe? Në ndryshim nga ty, ne formojmë gjëra të tilla si strategjitë dhe planet. E po shiky. Baba, dita e tretë pa Markun. Pa më dëgjo, unë po numëroj ditët këtu edhe po ri. Rene ka të drejtë, unë kam nevojë për një jetë. Gëzohem që të shoh përsëri. Po, edhe unë gjithashtu. S'duhet të përplasemi kështu me njëra tjetrën. Më vjen vërtet shumë keq, Zoe. Nuk është ndonjë gjë madhe. Kisha ndërmend të zhytesha gjithsesi. Do e bëje vërtet? Ishte shaka. E drejt, flutrat i sjellin këto situata. Gjithë këto nga tresa për të kapur fluturat, E di, ndjem shumë keq i përdor si kavje, por s'ka asnjë mënyrë tjetër që ti studioj ashtu si duhet. Edhe kjo ishte një shaka. Besoj se e kam harruar sensin e humorit në fshikë sot në mëngjes. Ishte shaka. Besoj se humori s'është pika ime e fortë. Gjithsesi, më mirë të kthehem në punë. Mund të të shoqëroj me makinën deri në shtëpi? Jo, nuk ka përse. Unë po shkoj te kafeneja tani. Nuk është shumë larg. Kafeneja? Kafeneja miau miau. Ëmbëlsirat më të mira të planetit. Oh. Hey! E çuditshme. Çfarë është? Vetëm se sot është e rrethuar. Më zbulove. Ashtu? Po mundohesha ta mbaja të fshehtë, por sot kam ditëlindjen. Si është puna? Jo, asgjë. Puna është se edhe pas të qeriun kryesor e ka rrethuar këtë datë në kalendarin e tij. Madje ai ka vizatuar një tortë ditëlindjeje për dikë. Besoj se është një ditë mjaft e kërkuar për ditëlindje. Unë do t'i them Wesleyt. Ai do të shkëputet. Wesley? Pra ai që ka. Ç'keni, jam unë. Jo vërtet, gjithsesi sekretaria. Lini një mesazh dhe unë do të lidhem me ju. Ja dhe sinjali. Wesley, jam unë. A ndihesh mirë? Po, vetëm se e humba për një moment. Kam fluturat në tru. S'mund ta besoj që i lash të ma mbushnin mendjen me të qëndruarin deri vonë, me vajtje në provat e baletit, me studimet, me bërjen e fotove të revistave. Edhe unë kam një jetë, që ta dini këtë duhet të kisha thënë. Wesley, akoma me atë po merret? Habitem se tortën e ditëlindjes të kujt po bën. Prit, mos është një flutur. Ku? Ju vajzave sigurisht që ju pëlqen shumë të përgjoni. Po mirë, këte kemi të ngulitur. Tani si është puna me tortën? Bën nga një çdo vit, për ditëlindjen e të dashurës së tij, edhe pse janë ndarë para shumë vitesh. Ashtu? Cila na qen ka kjo? Një lepidopteriste merret me studimin e fluturave. Se je ka që shqetësuar për këtë, Zoe? E po, përse të mos jem? Dua të them, ndoshta unë mund ta ndihmoj. Dyshoj vërtet për këtë.
Oh, ashtu? E po unë njoha Chrisin dje. Dhe unë besoj që as ajo nuk e ka haruar Weslin. Profesor Malcolmi më kërkoi të shkoj me të në vendin e gërmimit në Kanada këtë verë, dhe jo si një mbledhës i rëndom të dhënash, por si asistenti i tij personal. E po urime atëherë. Kjo do ishte gjë shumë e mirë për ty, apo jo? Sigurisht që po. Hidhi një sy kësaj. Vendi është këtu, midis këtyre maleve. Fosile duhet të jenë në gjendje të shkëlqyer, duke marrë parasysh mungesën e aktivitetit tektonik në atë zonë. Jo, më bëhet qefi për ty. Është e mrekullueshme. Je tamam si një larvë që po del nga fshikëza e vet. Chris, më fal. E di që do doje të shije këtë film, por duan që të shkojnë në laborator. Ka dalë diçka e rëndësishme. Wesley, e di sa është data sot? 14, dita e Shën Valentinit. Oh, sot është dita e Shën Valentinit? Si e i vetmi që je i zën me punën tënde, ta dish. Më fal. Mendova se të paktën sot do të mund të rrinim bashk. Hey, Chris! Lini një mesazh dhe unë do të lidhem me ju. Ja dhe sinjali. Jam unë, pritaj sa munda, por kam punë për të bërë. Gjithsesi, mos u shqetëso, s'jam e mërzitur. Ndoshta nuk ta kam të ndonjëherë që kisha ditëlindjen. Ndoshta di më shumë rreth kavjeve dhe fosileve sesa për njëri tjetrin. S'kam qenë kurrë e zonja për të thënë lam të mirë, Wesley. Kështu që besoj... Lidhja e tyre sikur është duk papritur, që nga ajo koha ai nuk ka rreshtur se bëri tort. Ti e kupton sigurisht që ne s'ka ç'na duhet. Dy njerëz zgjodhen të shkonin në rrugë të ndryshme. Thjesht ndodhi. Po, por edhe mund të ndodh. Zoe! Hey, Wesley! Që nga koma këtu, Zoe? Mos thuaj asgjë. Wesley, dëgjoj këtu. Duhet të takohesh me Chrisin. Eja, unë do të çoj tek ajo. Çfarë po thua, Zoe? Jam e sigurt që edhe ajo do gëzohet shumë kur të shikoj. Është pak e trishtuar. Ka takuar Chrisin. Jam e sigurt që donte vetëm që të ishe i lirë për të ndjekur ëndrat e tua, kërkimet e tua dhe gjëra të tilla. Fluturat janë jashtëzakonisht të lira. Është si që të dy donit më të mirën për njëri tjetrin dhe përsëri nuk funksionoi, por nuk e ka fajin askush. S'duhet të fajsosh veten për atë që ka ndodhur, si ishte e thënë që të ndodhte. Hej, kujtoja se po bënit punë ju. E po, ne u kthyem. Wesley, Zoe ka vërtet të drejtë. Duhet që ta takosh përsëri. Sa për informacione kisha një ide për këtë, por të gjithë menduan përsëri se isha e çmendur. Ju nuk e dini, po koha ndalet për një zemër që nuk i ka zgjidhur problemet. Ajo duhet sot vërtet lam të mirë. Do të jetë më mirë për të. Ndoshta Ju vajza është e sigurt që ju pëlqen përgjimi. Pra jepi, Wesley, çfarë pret akoma këtu? po. Qenë kanë shumë të bukura. E di, ndihem shumë keq që i përdor si kavje, por s'ka asnjë mënyrë tjetër për t'i studiuar ashtu si duhet. Je shumë e mirë. Kush është aty? Hey! Flutura duhet të jenë të lira! Njaf! Po kjo? Të lutem mos e prek atë flutur. Krahët i ka të lyra me toksin. Prandaj qenka e përkryer. Shkrirje. Po përse që nga mpikur dritat, ajo tha se dorin të gjithë natën. Çfarë po ndodh? Ky është predasiti më i bukur që kam parë. Në rregull pra, ta shkatrojmë. Kristali i fuqis, shndërim! Everything's changing overnight. Telling me it's just not
Jo! Ajo është Krisi, me gjithë nerv. Ai ja ka shkollu shpirtin, e ka përdorur si sferë dhe e ka shkrirë me një flutur që të bëjë një predasit djallësor. Ai është, ku je futur, tren! Pra ja ku na qenë nga në vajzat mjau mjau për të cilat kemi dëgjuar të flitat shumë. Është treni ai? Hej Sardon, për cilin nga këto ngordhalaqe e kishte zënë qymyri trenin, është ajo me vjollc? Nuk ka asnjë rëndësi, Tarp. Sulu përpara, bukuri toksike. Kini kujdes, vajza është hel! Ai gaz është miliarda herë më i fortë se gjithçka natyrore që ekziston në tokë. Natën e mirë, voglushe mjau mjau. Duhet të shpëtojmë Krisin. Më ndodh diçka atje. Do ta marrim me vete këtë kavje që të mund t'ja studiojmë ADN-n e saj. Jo, nëse ne mund ta ndihmojmë. Wesley! Ju vajza merruni me predasitin. Unë po shkoj të shpëtoj Krisin. Sa i marr. Stuhi ajrore! Kujdes, Wesley! E kapi me shkelma! Wesley! S'kam qenë kurrë zonja për të thënë lëm të mirë. Kështu që besoj. Kris. Nuk hiq ka dorë kë. Po vi Kris! Stuhi ajrore! Wesley! Kris, jam këtu. Wesley, zemra ime ka ngrirë në vend, e pa fuqishme për të vazhduar para. Nuk doja në asnjë mënyrë që të sakrifikoje për mua. E di, dhe thellë brenda vetes e kuptova se nëse asnjëri nga ne s'do hiqte dorë nga kërkimet tona, një ditë do të pendoheshim. Por kjo s'do të thotë. Oh, jo, Wesley! Çfarë ndodhi? Ata thyen sulmin e stuhisë ajrore. Nuk po e kuptoj dot. Kjo është e pamundur. Predasiti është dobësuar. Tani, ka pesoj! Këmban lule shtrydhe! Fuqi e plot! Mos, e djallosëm. Do t'i mundim herës tjetër. Le të shkojmë tani. Wesley. Mjaft. Më mirë mos u ngatroni. Kam bërë një tortë të mrekullueshme ditëlindjeje për ty, Kris. Por më shpëtoi nga duart dhe tani është prishur. S'ka gjë. Besoj se tani jam gati ta them. Lam të mirë, dashuri. Lam të mirë. Duhet të jem e lirë, apo jo? Ka qishte? E po, duket sikur s'do ketë më dashurin ndonjëherë. Shpresoja që ata të dy të ktheheshin përsëri bashkë. Po, isa e sigurt që kështu do përfundonte. Mendoj se edhe atyre do t'i vi koha, vetëm jo tani. Është e vërtet. Nuk keni vetëm ju vajza një anë romantike, sa për ta ditur. Kam vite që ndjek këtë romancë dhe më besoni, mund të ndodhë gjithçka.